dokumenti numër 3, pra nga 11 shtatori, i nderuar qim, deri më 27/2, aty është një gabim materiale, si që i bëjnë këto prokurorët në nxitime sipër, se është 27/2/2025 në fakt, jo 2024, e bëjnë çështjen me mosfillim. Shikoni, dërgohet vendimi i mosfillimit. Çdo avokat që më dëgjon tani, kam apo s'kam të drejtun në kallëzim, e kupton shumë mirë që mbas 6 muajve nuk merret dot vendimi i mosfillimit. Pra, kanë dashur ta heqin dosjen nga dora. Dhe çfarë thot? Nuk analizon asnjë vepër penale ky prokurori, po mbi të gjitha, gjëja më e rëndë i nderuar qim në këtë histori, Arend Shela. Duke mos e analizuar fare dosjen, fare provat, ky prokurori, edhe drejtuesi, po edhe prokurori, se firmën aty e ka vënë drejtuesi i prokurorisë së Tiranës, Arend Shela. Po të shikojmë dokumentin numër 4, që është skandal më vete, është bashorti i gjyqtarës. Pra, nuk kanë hetuar gjën më elementare. Bashorti i cilit gjyqtare? Ja, Arbena Ahmeti. Arend Shela është bashorti i Arbena Ahmetit. Unë këtë vendim kam çuar në SPAK. Gjyqtara që ka falsifikuar, ju thoni është... Jo, gjyqtara që në këndvështrimin ton ka dhënë një vendim antiligjor në trysnin e ndërhyrjes së Ëngjëll Agaçit. Pra ju po thoni që prokurori ke dërguar një dokument që prokurori duhet të hetojë gruan e tij që është gjyqtare? Dhe ligji thot që këtë çështje ai o duhet ta rikthente në SPAK, o duhet ta çonte në prokurorinë e Durrësit. Është ulërice kjo. Është ulërice. Ma ktheni edhe një herë dokumentin 3. Të ngrihem në këmbë se këtë nuk e mendoja. Jo, a jap edhe dokumentin origjinal. Arend Shela, i cili e ka bërë mosfillim, duhet të kalojnë ke 4? 4. Dokumenti 4. Duhet të hetonte bashorten e tij, nëse ka patur apo jo ndërhyrje nga Ëngjëll Agaçi. Arbena Ahmeti. Pra, gjyqtara që duhet hetojë është bashkëshortja e prokurorit që ka bërë mosfillim të qeshës. Pse e themi këtë? I nderuar. Gjykata administrative u ngrit për të mbrojtur interesin jo vetëm të kompanive private, me qëllim që çështjet administrative të përmbylleshin brenda një afati të arsyeshëm 30 ditor, por edhe për rastin kur u çmend një drejtues institucioni, siç është rasti konkret, Artan Lamja, prandaj edhe ne kemi kallëzuar. Dhe ligji thot edhe sikur të heqë dorë një institucion nga gjykimi i çështjes, gjyqtari për interes publik duhet ta vazhdojë çështjen. Ja ta shikojmë pak në imtësi. Thot, ka ardhur juristja, thot, e institucionit, pra e kadastrës, që drejtori nga Artan Lamja, dhe ka kërkuar pushimin e çështjes. Atëre, jo, e mbajmë pak këtu, se dua të them diçka shumë të rëndësishme për këtë çështje. Çfarë ka ndodhur? Historiku, pastaj të kalojmë ke vendimi i gjykatës së Tiranës. Këtë pronë e ka kopsitur Linda Rama që në 2008 do t'ju japun dokumentin. Dhe thash flas gjithmonë me prova dhe dokumente. Po vazhdo. Duke mos qenë pronë në shqitje apo pronë private, u gjet një banor i zonës, shkoi në komunë dhe tha, më kanë humbur, tha, aktet e marrjes së tokës në pronësi. U dha një duplikat nga komuna, ndërkohë që ky fshatari i zonës, jo në kuptimin pejorativ, po banori i zonës, nga 8.000 metër katror që duhet merrte bazuar në numrin e frymëve të familjes, me ligjin 7.500, merr 16.000 metra. Një pjesë të konsiderueshme të kësaj prone e shet tek të tretë. Do t'ju a them se e shet në të tretë dhe po vothtojnë sa. Çfarë ndodh? Një banor tjetër i zonës... I takojnë 8.000, komuna i dha 16.000. Sepse jo e gënjeu ky komunën. Tha, dhe komuna i dha duplikat, po jo në pronën që ky kishte marrë fillestare në 94. I dha duplikat në një pronë aty ku kishte caktuar hartën Linda Rama.
Pra, duplikatet ishin ke prona ku donte Linda Rama të blente. E qartë. Tani çfarë ndodhi? Ankohet një banor, se e dinin ato, sa i takojnë Adrianës, sa i takojnë Çimit. Po? Shkojnë në prefekturë. Prefektura bën gjithë verifikimet, ngredhe një komision për hyrës vërtetës, ku vërtetohet dhe kjo gjë fillon që në kohën që zoti Berisha pra ishte në pushtet, po flasim për 2011-2012, Po. dhe në 2013 për hyrës vërtetës, edhe prefekti i caktuar nga Rilindja, në bazë të komisionit që ngriti, i shpalli të 4 këto aktet e marrjes së pronës në pronësi të palishme, të pavlefshme. Por ligji thotë që ky vendim i prefektit nuk mund të qëndrojë në fuqi, po duhet merret një vendim gjykate. I nderuar shkon në gjykat, gjykata e Tiranës pranon padin, duke i detyruar atë banorin, ish banorin e dikurshëm, shteta si një sufi, se s'ka mas i lloj kompleksi ta përmend, për sa kohë që bëhet bashkëfajtor në një krim të rënd, dhe e detyron jo vetëm të kthej tokën në pronësi të shtetit, sepse ishte tokë shtet, por i detyron të kthej dhe parat që ky kishte përfituar nga shitja e pronës tek të tretët. Kur çështja shkon në apel, i nderuar, vihet në dieni familja kryeministrore. Ngrihen antenat dhe ishte momenti që kishte filluar reforma në drejtësi. Ëngjëlla Gaçi në mënyrë ekskluzive